Si njihet në Shqipëri një vendim divorci dhe pjesëtimi i pasurisë i marrë jashtë shtetit. I divorcuar jashtë Shqipërisë, por martesa rezulton aktive ende në gjendjen civile shqiptare. Sipas kodit të procedurës civile të Shqipërisë, vendimi i një gjykate të huaj nuk prodhon automatikisht efekte brenda territorit shqiptar. Në çdo rast, ai duhet të njihet nga gjykata shqiptare. Por cilat janë dokumentat që duhet të kemi për njohjen e vendimit të huaj? Kopje të vendimit të divorcit të legalizuar me apostile për kthim notarizim, po ashtu një vërtetim që tregon që vendimi ka marrë formë të prerë. Kërkesa për njohje në gjykatën shqiptare. Pas njohjes nga gjykata shqiptare, divorci merr efekte brenda territorit të Shqipërisë dhe regjistrohet në gjendje civile dhe po ashtu dhe pjesëtimi i pasurisë, i cili regjistrohet në ASHK. E rëndësishme si çdo procedurë tjetër ligjore të konsultoheni paraprakisht me një avokat apo përfaqësuesin tuaj ligjor të besuar.